Një studim I ri I publikuar në revistën shkencore Neurology ka zbuluar se pagjumësia kronike nuk ndikon vetëm në humor dhe energji, por edhe në shëndetin e trurit. Studimi, I kryer nga neurologët e Mayo Clinic, ka ndjekur mbi 2750 persona të moshuar, mesatarisht 70 vjeç për gati 6 vite. Rezultatet tregojnë se ata që kanë vështirësi për të fjetur të paktën 3 net në javë për 3 muaj ose më shumë, kanë 40% më shumë gjase të zhvillojnë probleme të kujtesës ose demencë, një efekt që është ekuivalent me rreth 3.5 vite plakje të parakoshme të trurit. Skanimet të trurit treguan dëmtime të lëndës së bardhë dhe prani të amiloidit, të cilat lidhen me sëmundjen e Alzheimerit. Gjithashtu, ata që vuanin nga pagjumësia shfaqën rënje më të shpejtë të aftësive mendore gjatë periudhës së studimit. Gjumi nuk është vetëm pushim, është edhe mbrojtje për trurin, tha neurologu Dr. Diego Z. Carvalho, autor kryesor I studimit. Ai shtoi se pagjumësia kronike është një faktor rreziku I modifikueshëm që mund të ndikojë në shëndetin mendor dhe duhet trajtuar me seriozitet. Ekspertët paralajmërojnë se pagjumësia kronike lidhet gjithashtu me tension të lartë, sëmundje të zemrës, diabet, depresion dhe obezitet, duke bërë trajtimin e saj të domosdoshëm, jo vetëm për të përmirësuar gjumin, por edhe për të ruajtur funksionet e trurit ndërsa plakemi.